Barmed mjekësi inovative. Çka ndodh me të rinjt kur dashurohen për herë të parë? Shpjegim mjekësor. Përshëndetje miq të dashur. Mirë se vini në Barmed, platforma virtuale për mjekësi inovative. Unë jam Dr. Bardili Drizi dhe sot do të flasim për një temë shumë interesante, emocionale dhe shumë aktuale për të rinjt. Çka ndodh me trupin dhe trurin kur dashurohemi për herë të parë? Pse zemra rreh më shpejt? Kur një njeri dashurohet për herë të parë, trupi aktivizon sistemin nervor dhe fillon të prodhojë adrenalin. Kjo sjell rrahje të shpejta të zemrës, djersitje të duarve, ndjesi fluturash në bark, skuqje të fytyrës, emocione të forta. Nuk është sëmundje, është reagim biologjik normal. Çka ndodh në tru? Dashuria e parë është si një stuhi hormonale. Truri prodhon dopamin, hormoni i kënaqësisë dhe motivimit. Prandaj personi mendon vazhdimisht për dikë, ndihet i lumtur, ka dëshirë të flasë, të shkruaj, të shohë atë person. Serotonin, që shpesh bie. Kur serotonina bie, njeriu bëhet më obsesiv dhe mendon shumë. Prandaj dashuria e parë shpesh duket si varësi. Oksitocin, hormoni i lidhjes dhe afërsisë. Kjo krijon ndjenjë sigurie, dëshirë për përqafim, lidhje emocionale të fortë. Endorfina, hormoni që jep qetësi dhe lumturi. Pse të rinjt nuk flen mirë kur janë të dashuruar? Sepse trupi është në gjendje emocioni të lartë dhe mendimet nuk dalen. Shumë të rinj flen më pak, janë të emocionuar, humbin oreksin ose hanë më shumë. Kanë ndryshime humori. Pse dashuria e parë duket më e forta në jetë? Sepse truri e përjeton për herë të parë atë kombinim të hormoneve dhe emocioneve. Trupi nuk ka përvojë si ta kontrollojë atë ndjenjë, prandaj gjithçka duket ekstreme. Lumturia shumë e madhe, xhelozia shumë e madhe, frika e humbjes shumë e madhe. Çka ndodh nëse ndodh ndarja? Kur dashuria e parë përfundon, truri humb dopaminën dhe oksitocinën që ishte mësuar të marrë. Kjo mund të shkajtojë trishtim të thellë, mungesë energjie lot dhe ankth, ndjenjë boshllëku. Kjo është arsyeja pse ndarja e parë mund të duket si dhimbje fizike. Këshilla mjekësore për të rinjt dhe prindrit. Dashuria e parë është normale dhe e shëndetshme, por duhet të ruhet balanca. Gjumi, shkolla, sporti dhe aktiviteti fizik, ushqimi i rregullt, komunikimi me familjen. Mos e humbni veten për një person, mos e shndërroni dashurinë në varësi emocionale. Mesazhi i Barmed: dashuria e parë është një përvojë që e formon karakterin dhe emocionet e të rinjve. Është e bukur, por duhet kuptuar edhe biologjikisht. Është kombinimi i hormoneve, emocioneve dhe zhvillimit të trurit. Dr. Bardil Idrizi Barmed, platformë virtuale për mjekësi inovative.